doni të ishte njërë, të çonë, të internoni? Ka pasur momente që unë kam... Megjithatë, thash, ishte fat që nuk pati përfundime të tilla, domethënë, por që... Jo, në tregote, kush thirrje tha që do t'i internojnë? Kjo ka qenë gjatë kohës që dhash diplomën. Po? Mbas diplomës, ditën tjetër u bë një mbledhje, u erdhën të gjithë antarët e si kanë qenë të quajtur ato antarët e Komitetit Qendror që merreshin me artin, ka qenë ky Piro Lako, Kiço Blushi, Teodor Laço, kush ka qenë Dida Anastas Kon. Po, dhe çfarë tha? Erdhën në estradë edhe donit më kritikoni mua për shfaqjen amerikane që kisha vënë në estradë. Po, kisha vënë shfaqjen në estradë? Ishte diploma ime, Njerëz apo kukulla. Po, dhe? Edhe për këndvështrimin, për gjërat ishte gjë vërtet, ishte në Silin Kabaret, do të thonë me dy balerina që kishte një ngërshetim i pantomimës, i simbolikës, i muzikës, i gjithë gjërave. Artur Zhej kishte bërë libretin nga tregimet të ndryshme, Dino Bucati, tregimet e novelave çeku. Dhe thirrën Dhe më thirrën mua. Piro Lako e filloi çështja shfaqje amerikane, tha ti e kuptonta se çfarë pasojash mund të kesh për këtë, etj. Ti duhet urgjentisht të shtukesh nga Tirana dhe të shkosh të rehabilitohesh ose të shkosh të edukohesh, më fal. Do të internim? Po, unë aty, domethënë, si s'kam vdekur, nuk e di. Si s'kam vdekur, nuk e di. Ngela u bë çdo gjë blu përpara, si s'më ka rënë infakt. E thashun, po unë kam mbaruar këtë shkollë, unë e dashuroj profesionin tim. Si shef mund si më thoni ju mua, unë përpiqem që këtij vendi t'i jap një fytyrë sa më të mirë, përpiqem që të sjell risit, përpiqem që të si mund të, pastaj nuk ka përse të njeriu bën një lloj autokritike dhe ka gjithmonë një herë të dytë që ti mund ta nuk e di se çka kam thënë, domethënë i përsëris fjalët pak a shumë. Po mbroj veten. Dhe mbaj mend që ky Taço Pecanin e kam pasur pedagog më ull, ishte edhe Piro, dhe Skënder Dibra, drejtori i atëhershëm i estradës, thot vajza është e re, thot, unë mendoj tha që mos kalojmë në kështu. Edhe mori për mirë shqyr, biseda. Po më duket se ku jetoj ato kohë. Unë dridhesha, domethënë, shok të tillë unë kam marrë, domethënë, tash që në gjimnaz, me fytyrë në sjellje, në institut. Po ti thyrë në sjellje? Në institut, gjëra të tjera, por prap, domethënë, ishte atë që dua të përfundoj këtë kapitull është që jam përpjekur brenda mundësive gjithmonë të qëndroj besnike vetes time dhe të bëj gjëra që i lejoja vetes dhe që asnjëherë mos më binte turp të shikoja veten në pasqyrë ditën tjetër. Po si thoshin kështu, kjo tangëlliksja, kjo mendje, e thoshin? Mendje madhja, kjo i duket vetja e bukur. Çaj duket vetja. Nuk e di, ky gjykimi të parë të njerëzve në këtë lloj mënyre ka qenë tipike në atë kohë. Ti thjesht ishe e lirë? Unë përpiqesha të isha vetja, domethënë çdo njeri është vetja. Kupton? Vetvetja në mënyrën si ecën, si reagon, si gestikulimi, perifrazimi i gjërave. Përleshësh e kështu me fjalë? Përshkrimi i jetës etj. Përleshësh me fjalë? Bëhe sherr? Përpiqesha të flisja shkurt, po të godisja me një fjalë. Pam godit një qikë, si? Do të internojmë ty, shoqja Ingrid. Asë shkon, do të internojmë ty, shoqja Ingrid. Qa thoshe ti këto? Duhet ta mendoni në qoftë se unë e meritoj, por kam përshtypjen që tek e fundit, në rastin më të keq, nga çdo përvoj njeriu mëson, çdo përvoj të rit, ajo që nuk mund të vrasi, ajo të rit. Të bën të fortë. Të bën të fortë. Foto tjetër. Ingrid Mukelje, sa paske për të treguar? Kam shumë, çdo njeri ka shumë për të treguar, po unë veçanërisht sepse kam pasur. Nuk ta them jam. Nuk e them, okay. Çfarë kujtimesh ke me Virgjil Kule, një ikonë? Virgjili i mrekullueshëm, Si kishe marrëdhënie me drejtorin? Kanë qenë shumë të ftohta në kuptimin, ka qenë shumë amikal, ne ishim të detyruar që të shkonim disa herë në zyrë për probleme të ndryshme. Gjithmonë atë zërin e tij, timbrin e tij kumbues e shoqëronte një buzëqeshje dashamirëse dhe përpiqej që është rrallë për ishte burr shqiptar, edhe përpiqej që gjithmonë të zgjidhte gjërat me. Të zgjidhte gjërat. Ai ishte shumë dashamirës në të gjitha drejtimet.
Ke ruaj shumë respekt. Ka dëgjuar veshi në një zë të dytë si Virgjil Kule? Jo, është i papar. I pa, s'ka të dytë. Ka pasur vërtet. E buron nga një thellësi kështu. Po, ç'ishte i zë? Ç'ishte i zë? Ne burrat shqiptar kemi zë koke. Mrekullueshëm. Do ai zë bas, ë? Mrekullueshëm. Foto tjetër. Virgjili, Ornela. Shoqja jote, ë? Kam shoqe. Një periudhë me Ornelën kam qënë ngusht me një fjalë që jemi shumë pak në vitin e fundit të institutit. Kemi qenë dhe komshie. Pastaj mi takuar njërë, kam qenë në shpinë e saj në Paris. Ishtë shumë shoqe, po tani keni kontakt? Jam në kontakt. Jeta bën të saj, ne ke parasysh, më thënë, unë thash që kam shumë njerëz që duhet të ruaj kontakte dhe duhet të... Ornela është veçantë, po. Ishte në top 10 të vajzave më të bukura të Tiranës? Ornela ka qenë e veçantë, po, ka qenë shumë interesante. Edhe së brëndshmi dhe së jashmi me një fjalë. Unë nuk e di kush e bënte këtë klasifikimin ten, nuk e di, aty s'ka pasur ndonjë... Aty te bulevardi, po aty thoshin 1, 2, 3, 10 tani se... Aty thosh, por Ornela ishte e bukur. Ornela ka qenë interesante, ka qenë shumë, do me thënë, mbas lëvizjeve të saj fshi një temperament shumë i fort. I fort, e? Shumë dinamike. Ani nga tregoni kështu, po Ornela atyre që thoshte ngocën fali minutë, çu thoshte? Nuk e di. Nuk e di, ama kur ke qenë ti the mua, jo kur s'ke qenë ti. Se ti dhe jo ktheheni një fjalë, po Ornela gati ti rrinte. Ornela ka pas mënyrën e saj të përgjigjes, nuk e di, mund të ketë qenë më tolerante, mund të ketë qenë më pak tolerante, nuk e di. Unë kisha frikë. Unë do me thonë kur më përpjesha të evitoja, filloja dridhesha. Kam pasur frikë, panik të papar, nuk e di. Fakt ishin që kafshërore. Ishte shumë kafshërore. Mbaj mend që nuk e di ku është ka vdekur, më duket një person që e quani si të çmendur, erdhi më vuri krahun, dhe erdhi një tjetër më vuri krahun, dhe unë ngela në mes të dyve, po. Nuk di çfarë të bëja. Ria shikoja majta si a tha, do të thonë mund të... Ku ishe? Ka qenë në mes rrugës, në rrugë Durrësit. Te rrugë Durrësit?